Do kalojmë në një pjesën e preferuar të Megdit, se kjo I ka qefta të ftuarit. Edhe kemi këtu me ne një komedian, një aktor, skenarist, aktivist, piktor, ose si që një mami, polici portokallist. Flor Binaj. Një mbroma. Megjithëse varet nga orari po na shohim, mirëmëngjes. Përshëndetje. Amerika varet për sa çfarë bie. Përshëndetje, natën e mirë disave. Po në YouTube si s'bëja kështu. Ore, kjo pjesa e polici portokallist të bezdis akoma kështu si? Jo, pse unë të ndjek ama si gjë. Më ndjek sepse nga shumë personazhe që kanë bërë në Portokalli në 18 vjet mbi 140 që kam numëruar. Bana që. Po, aq mbaj mendun. Edhe është ajo pjesa që identifikon më shumë me mua. Dhe më vjen mirë për këtë gjë, sepse nga gjithë vitet që kaluan me Kolën, Kola ngeli po I njëjti, Kola s'bëri kompromise me mafien, me paran, me shumë gjëra, ndeti I thjesht me këmbë tokë. Me atë budallikun e vet, të lezetshëm. Po gjithë polic gjithë striptiz. Që e vetë shëron, po. Kola yti për jetë. Ishte tamam një koli për jetë. Çfarë bësh? Shumë e çuditshme që të kemi në studio dhe nuk është muzika, do ta them gjithë ditën sot. Ajo satisfaction. Po, satisfaction. Po luhet në kokën time vazhdo. Po luhet, mund të bëjmë një kështu të tre. Hajde. Edhe bëjmë reels edhe vendosim në Instagram kështu. Po, në Instagram. Doja të kështë syze tënde tani për këtë. Sa të shëjmë në... Ore, ti nuk ti me syze, I ke vënë sot që dukesh më inteligjent. Jo, kam që nga shtatori kam një problem me këtë syrin e majt, më rëzon me të djathtin, nuk flasin, bashk. Edhe janë shajt keq, domethënë shërri mollë me zikon da, u fut hunan me molotove. Shumë keq muhabeti dhe ka një problem këy nga afër tashi, nga ngel hatre dhe nuk do me pa. Ky shef vetëm larg. Edhe punën e këtij që do të shohë afër bën ky tjetri dhe jam detyruar me vu syze. Plus sigur arrit 40, kur hyn ke 40-çe, ndodh një gjë shën filan I lart, nuk e di kush është universi, ka një automat, edhe pyet. Vajti e 40? Po. Messi, syni, kjo ajo. Ma ka thënë një miku I që shkruaja 42 vjet, atë tha çdo ditë zgjohesh me nga I dhimbje të re. Po. A është vërtet? Është vërtet, domethënë flë në darkë je I lodhur, po kur zgjohesh mëngjes je më I lodhur se ç'ke flet në darkë. Dhe ti duhet punosh gjithë ditën, të lodhesh që të jesh më pak I lodhur në darkë, që të çosh prapë më I lodhur në mëngjes, është një rutinë kështu e përditshme, po që ja del. Ha, më di se je e re edhe. Jo më po thjesht sytë e bukur, gjithmonë kam probleme, se dhe unë kam syze, dhe unë kështu e kam, një pasiv, një aktiv syt. Sytë e bukur pra të trej këtu me sytë bukur, po e flisin në fakt në këtë. Je epsh këtu I gjallë. Gjash syç. Ajo harroj që të bëj pyetje ma di, shkon. Po vajse është përqendruar. Po fajse nuk e dini çfarë nxehtësia është në studio. Mirë që jemi të nxehtësia. Po u zgjedh veza. Pra, ka kërkuar ndonjëherë gruaja jote të vishësh si polici portokallist për të bërë gjërat më pikante? Jo, kam bërë vetëm këtë pa kërkuar. Madje më pëlqen të bëj surpriza, kështu. Ç'faqim në herë për shkak, po shkojmë në banjë, them unë të rri kokën. Ja, kur dal nga banjë, dal si polic, kështu. Edhe mua. Ku I qerosi? Pse ta kërkojnë gratë gjithmonë këtore? Edhe mua më çmendë, shiko. Ore të di që dua të bëj seks njërë si Denisi, është çmendë. Po pse ti si bën? Jam gjithmonë dikush tjetër, o shmi se po vjen burri. Ti e gjithmonë që e lën një dritar dhe një derë hapur, kështu që pastaj me palosit. Tak, ti vetë në katit. Merre. Ore se, ja, jo vdigja ja. Tani është shumë e vështirë të jem pjesë e këtij emisioni, u vdes qesh. Ti qesh që të mos vdesësh, se e qeshur e zgjat jetën. Faleminderit, ti më kupton. Atë kërkoj një ti bësh për të qeshur gjithkohë, që tu bësh karaktere. Po, kërkojnë zakonisht tani ka zbrit ke fëmijët. Fëmijët nga që vazhdojnë shohin YouTube, shohin skeçe të tjera në radhë, edhe kërkojnë kur shohin mua pa veshur si personazhi, kërkojnë të bëjnë atë lidhje patjetër. Shkon të mbledhin me prindërit. Po, kur shkojnë takim me prindërit, shohin kështu, qeshin herë, pastaj shohin seriozitetin, trëmben, pastaj kujtohet prapë diçka, qeshin, pastaj trëmben prapë. Po, është një gjë që mësohesh si çdo gjë tjetër, edhe kur të kërkojnë të dalësh një herë në foto. Për shembull, kur jam me familjen, mua më pëlqen të mbaj 3 kalamaj të hopa, për sa kohë kam fuqi ti mbaj, se janë bërë akoma mbi 50 kg. I mbaj një këtu dhe një në qaf. Mua mba babi akoma. Edhe
Dhe ku bëj xhiro vjen dikush të thotë për shembull, të bësh një foto me çonin tim. Po jam me familjen, them. Po zbriti çiro, po them. Po çfarë kjo më burr zbriti çik çai ka mund të thash kumrie. Edhe Borx. njerëzit duhet ta dinë që komedianët janë njerëzit më serioz në botë. Por ajo që bëjnë është puna. Kjo s'do të thotë që robi duhet punoj gjithkohë 24 orë, pra edhe kur është Atë ta kisha shkruar. Ja shikon more, po ky njeri është komedian për vërtetë. Se kur më thashë dy njerëz që do kem të madhin Florbina i këtu. Kështu do themi për gjithë që do vinë. Edhe vaj Flori po si serioz, ai po kështu si serioz, nuk e di ç'ishte kjo, edhe unë për këtë do të thoja, a lodhen ndonjëherë komedianët me këtë pritshmërinë, nuk e di ç'a i ndos. Po ka njerëz që lodhen, ka njerëz që e përballojnë. Unë deri diku kam filluar të them dhe jo videot e fundit, sepse bëhet vërtet ndonjëherë e bezdisshme. Sidomos gjatë pushimeve verore. Edhe unë po e ndija që jam vetëm kaq i famshëm. Madje njëri më duk sikur po mbytej dhe shkova me not, ju ofrova se dhe kishte dori celular. Edhe i thash, a je mirë më? I thash, nga qisha më i gjatë e ngrejta, rrofshi erdha, bëjmë i foto. Jo. Po mirë, unë do të dal nga deti i momentin, por mos rreziko me umbet për të bëj foto. Rrof. Vazhdoj derisa doli. Kam bërgas. Nëse kjo histori nuk është e vërtetë, se telefonin s'më ta mbash në det. Po më mirë të thonë hajde bëjmë një foto se sa të thonë për shembull na bë pak për të qesh. Atë ndodh për shembull tot kamarier jos. Përshëndetje si dhe na bësh pak për të qesh. Po, na thotë ajo për shembull, edhe unë përgjigjem zakonisht pyes ç'a profesioni ke? E thotë ai për shembull, punoj në bankë. Na hapi kredit. Na boca lek. Na boca lek, na. Po jo se atë pa e thash, ajo është punë. E jote është punë dhe ime. Dimoni pyes për shembull për zanatin që kanë. A nuk çka ka bërë atë me Vaj Marangos na bëj dollap. Marini e ka bëj pari. Mema. Jo. Orhanas. Marin Mema e ka bërë serbe, kufi. Dhe atëherë përdorin gjithë. Kush është personi më i vështirë, për shembull, që ti ke vështirësi për ta bërë për të qeshur? Babi. Babi im është tip që nuk shprehet shumë. Edhe përveç se kur gjon sa në Rema dhe aty çan, domethënë aty e mban gjithë vitin, edhe pastaj aty shpërthen. Po është gjithmonë kështu, edhe kur bëja ndonjëherë një numër kështu që çoj publikun këmbë të duart rokite, kështu dhe në radhë, kthehesha nga babi. Hamu ba. Babi kështu. Po në shtëpi për shembull, e bën për qeshur, ja del. Po ka raste që edhe qesh, po në përgjithësi është shumë i vështirë për t'ju çbërë ai zhgualli. E kanë baballara shqiptarë. Seksi me cilëtet e dobët thënë. Ajo? Fal. Unë kam përshtypjen se kanë qesh më shumë dikur se qeshin më tash, ose ndoshta edhe ne kur bëhemi më bëjmë çik më serioz. Jo, as pak. Vazhdoj kënaqen qesh. Unë për shembull e kisha shumë frikë tash do të jenë shtëruar se kur takova ti bënja dy gjëra për të qeshur. Po reagove. Jo. Përveç telefonit tash në moment, Denis ta valla jam. E ti do thuash kush? Edhe kur ishte po Denis, se jam po shkoj në vend. Po isha në një vend ku njëri po lante makinën, një tjetër po zgjej pse më zonë radhën që e futën makinën e Florit, ai tjetri thotë ta bëj me solucion pas solucion, dhe isha në telefon dhe me ty. Se do të bëja gjithë këto veprimet për një herë. Prandaj thash. A be zërin shumë serioz. Po edhe unë që e shalla nga plaka kot. Pas e mbylla. Po. Ja, përveç Florit. Ora, se tani të gjithë kanë pyetur për portokallin ty. Unë do të pyes për 2XL. A ke parë 2XL? Ai shikoj atëherë ku ishte në kampin tjetër, seriozisht. Shikoj. Si të është dukur? Pa diskutim, një pjesë e 2XL-s ishte lindur dhe krijuar nga portokallia. Kështu që normalisht je shef për të kuptuar çfarë gjë tjetër është duke ndodhur atje. Dhe për sa kohë kishte konkurrencë të shëndetshme, kjo ishte gjë më fantastike, sepse na detyronte edhe neve të punonim më shumë për të bërë gjëra më cilësore, dhe ata në krahun e tyre, në mënyrën e tyre, në stilin e tyre, për të bërë gjëra më cilësore që të shkëputeshin nga portokalli. Vitet e fundit, 2 vitet e para ishin shumë mira. absolutisht. Por të bësh humor këtu është një zanat tjetër zakonisht i vështirë dhe nuk e di pse fal rrjeteve sociale në botë gjithë eksperta humorit, domethënë marrin vesh jo vetëm nga humori, marrin vesh edhe nga ginekologjia, marrin vesh edhe nga qumshi i gjirit, marrin vesh edhe nga ndërtimi. Domethënë e kam thënë me qindra herë dhe vazhdoj ta them prap, ka ngel vetëm që të hyj në një sallë të operacionit, i thot doktori, po pse më kështu operohet fjala, çfarë bën kështu? Kështu çad, si të gëshon këtu, si të gëshon këtu. Oh, më fal.
Na, merr kështu. Edhe ata që po iko Salsano tani. Kështu që E di çfarë doja unë, do ne kështu nga këto çajra që ta nxjerrim, që na thot Dalina e shitet të intervistën. Ça thuaj në kampin tjetër, këtë kisha kështu që kur ju shikoni ta kishin ai kështu që Ermalis kurse njojmë në një gjë kështu apo ku diun, ai Juli këtu ishte edhe. dëgjoj, duke punuar në Portokalli, të paktën në këndvështrimin tim, unë kisha 4-5 personazhe javë për javë. Nuk është se ke shumë kohë me diskutu si ishte filani, si ishte Fistegu. Por jo të gjithë ishin si ty, Flori. E di, por Kishin shumë kohë. në përgjithësi më pëlqen më shumë të punoj se sa të flas, edhe E vërtetë është. konkurenca unë them që bën vetëm mirë të gjithës, edhe sa më shumë larmi në konkurrencë të ketë, aq më mirë bën sepse kanë mundësi njerëzit me u duk gjithë dhe me kap gjithë secili atë publikun e vet. Po. Mu motivuan të gjithë atëherë edhe nga po, pala juaj, u bë kështu se Po kishte luftë. diskutim se edhe monopoli nuk ka lezet. Ti ke një pyetje shumë bukur, e di unë, e di. E pa bëngat. Po më thaj kështu. Kur do marrosh Ti se diçka më këtu. Më kanë thënë që kam një shikim kurioz, një oqean të tërë. Një çani. Kështu shikoj. Po gjithsesi po e kam. 20 vite rikoshet. Po. Çfarë do veçoje në këto 20 vite? Urime çuna. Unë do veçoja faktin, faleminderit. Do veçoja faktin që kur e kujtoj më duket se u ka filluar para 2 javë. Domethënë është një njësi matse për të kuptuar sa shpejt ikën jeta. Dhe që nuk duhet ta çojmë dëm, dhe kur shoh dhe fëmijët e mi që po rriten kaq shpejt, them ka shpejt që kam rrit edhe unë, se më është duk ajo fëmijëria ime sikur ka zgjedh 30 vjet fëmijëria smaro, domethënë. Madje kishte ditë ndalonte kalendari. Vazhdoni. Por ishte 9, vazhdoni. Dhe më vjen mirë që në 20 vite, bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e Rikoshetit, kemi arrit mbëresa të mira, kujtime të mira, ka njerëz që për shembull thonë është habitshme sot vjen dikush për shembull me fëmijë në dorë, thotë unë kam një gjuhë ty kur kam qenë fëmijë. Aty kupton sa shumë ka hik janë gjithë këto vite. Por e rëndësishme është që na bën të ndihemi mirë që kemi lënë kujtime të mira. Pra në gjithë të botë të turbull, në gjithë të realitet shqiptar të turbull, ka qenë një 2 orësh, një 3 orësh në javë, i cili ka qenë një antistres, një detox nga gjithë gjërat që ndodhin. Kjo është gjë e parë që më vjen ndërmend. Jo, edhe unë kam qeshur, ndoshta është era e parë që kam qeshur me një radio shqiptare. Ato ndërhyrje, sa personazhe. Edhe ne bëjmë kështu, kishim Trumpin që parë se dia. Me vërtet? Po. Ju mori? Ua. Apo e morët? E mora mos e kam numrin. Ta jap unë më vonë pastaj. Bravo. Shumë e mirë është. Inshallah hap ai vet. Ore. Tani kam unë një pyetje, ti se ti s'kam unë, ti s'kam unë këtu. Kjo është edhe e kam bërë shumë, është poetike. A do bëje ende Rikoshet, Florian, edhe nëse bën qitje në shenjë në politikë? Mendoj që nuk ka një ligj që e ndalon që një person që i përket jetës politike, qoftë si kryetar bashkie ose mini bashkie ose diçka e të ngjashme me këtë, jo më shumë se kaq. Ti do kandidosh përsëri për kryetar bashkie domethënë. Po. E ke ndarë mendin, do të jesh u vendor. Po sepse herën e parë nuk është se u ndërpret prej meje. Po. Dhe kështu që unë duhet këtë mundësi t'ja jap të gjithë atyre qytetarëve që zëri i tyre është i padëgjuar, ku mendimi i tyre ose jeta e tyre në qytet është e papërkrahur dhe pse jo të bashkohen shumë njerëz që mendojnë si unë që kanë arritur këtu ku janë si puna ime. Dhe t'i japim për herë të parë kryeqytetit një grup njerëzish profesionist që dinë thonë dhe jo, që nuk janë aty për të grumbulluar vota, po janë aty për të grumbulluar aftësitë e tyre në të mirë në shërbim të qytetit. Kështu që për sa kohë nuk ka një ligj që e ndalon, po e dëgjoj tash këtë ai Pashaj, nesër Ka fjalën tua. Kush është Pashaj? Domethënë e ke ndarë mendin, do kandidosh në 2027. 2027 është apo? Qof se do bën 2027, tash nuk i dihet çfarë ndodh se me këtë luftën që po ndodh në Iran nuk do bëmi Nuk e di, duhet të qëndroj me Twitter të do bëhet kryetar bashki, unë s'do votoj për Florin sigurisht. Nga ju votoj Pokradec. Po është një ligj që ti mjafton të marrësh një shtëpi të dy. Ska thirr nga votat tona. Merr një shtëpi me qera në Tiranë 30 ditë përpara dhe quhet vota. Me vërtet? Ky është ligji, po. Nuk kam shumë kohë që rri me qera në Tiranë. Po vin me mira, me dhjetra mira nga gjithë rrethet. Bëjnë sigur bën një kontratë fiktive sigur jetojnë në Tiranë. Oho, shko ku e ka fjalën. Duket unë që s'marr vesh nga politika, po godet tani. Ne kemi goditur këto ke piranjat, prandaj. Me vërtet ne mund të votojmë këtu, ë? Po. Mori në një vot Arlin Qori.
Na çfarë? Ani unë kam krijuar edhe një kështu me që dolim te piranjat, do bëj një pyetësor shumë të shpejtë. Një piranjë si Flori. Po. Jo me në konotacion kështu, unë thjesht kam kërkuar ato stereotipet e piranjave dhe i kam bërë këto pyetje kështu domethënë. Një piranjë me dhëm të mprehtë si Flori. Kë politikan do kafshonte të parin? Pa diskutim, peshkun I cili ka qenë gjithë pjatën. Marrë nga ditët tona. A ishtë të timor, po ti s'po e kupto? Ku shih një? Sepse është I vetmi peshk që thotë që unë qelbem nga bishti. Një piranjë me nëfulla të forta si Flori, çfarë lufte apo kauze nuk do t'i ndahej lehtë? Për mjedisin. Sepse Do si gruaja time. ka një mungesë vetëdijsimi në shoqërinë shqiptare për mjedisin, sa të lidhur jemi ne me mjedisin. Me hedhjen e plerave. Sa që jo vetëm hedhja e plerave, janë shumë gjëra. Domethënë lumet tu janë taksi plerash, për shembull, që ti vërja emrin si duhesh lumit, Lani edhe merr Lani edhe I çon vet. Është shumë e vërtetë. Edhe me të njëjtat plera që ti hedh atje, shkon pastaj bën pushimet verore atje. Paguan dhe 400 euro nata për shembull. Ne si bëjmë këtu. Dhe ndërkohë që shef ata që kanë bler shtëpinë, atje ku ti ke marrë me qira 400 euro nata, shef tubon e atyre që janë atje, I cilat derdhet mua aty ku po lahesh ti, pra ti paguan X euro nata për t'u larë me atë që kanë shtyp ata ke galexhanti, për të mos fol pastaj për prodhimet bujqësore, për ato që ne ushqemi etj me radhë, edhe sidomos për plastikën. Një piranjë gjithçka ngrënëse si Flori. A do kursente ndonjë mik apo koleg të vitër nga skandalet? Ja. Sigurt? Ja. Vjen keq e them. Edhe ndonjë koleg kështu nga Portokallia. Vjen keq e them. Po çfarë ka bërë kush e mund? Asnjë nga ata s'ka bërë asgjë. Unë kam edhe I parim për shkakun, them për këta që pinë alkool me vetdije, që pinë, hypin dhe makinës me vetdije, duke ditë që janë tap dhe shkaktojnë aksidente. Unë them që këta duhen taksuar në spital dhe nuk duhen marrë përsipër, po nuk pati lek, sepse ne I paguajmë nga taksat tona, nga taksat të gjithëve, që ky të shërohet, të bëhet mirë, ndërkohë që ky me vetdije është kthyer në një qenie vetë shkatruese dhe shkatruese edhe për të tjerë, duke marrë dhe jetë tjerë në qafë. Vetëm se donte të pinte alkool. Pra me vetdije. Mirë e ka në fakt. Një piranjë me super nuhatje si Flori. Ai nuhat me një këto dallaveret. Varet sa afër jetë dallavereve, duhet të keshin nuhatje të llahtarshme, edhe ne kemi një grup gazetarësh të llahtarshëm aty që për mua janë heroj, si vajzat, si Skuadër mirë. Sidomos vajzat që kemi më shumicë, ato janë heroina, realisht heroina, sepse janë ndër të paktat në këtë realitet ku jetojnë, që dalin me fytyrë përballë të gjithë mashtruzëve, të gjithë pedofilëve, të gjithë manjakëve etj me radhë, dhe nuk u trembet syri fare. Kështu që Në moja prandaj se nxjerrun këtë. Nuk e dëgjoj që do mundi. Do ta bësh në një kanal tjetër. Po ç'lidhje ka kanali? Po dim se çfarë dëgjoj unë, kështu nuk s'është marrësh nga politika. Shiko, Po që thonë është shumë I mirë, pa kishte bërë në një kanal tjetër. Po Ti e ke dëgjuar si kjo tipi që bosi serioze këtë e ke dëgjuar. Ai kishte bën në një kanal tjetër. po, shpesh ndonjëherë përzin gjërat që s'duan me njëri tjetrin. Ne jemi produksion I jashtëm që e prodhojmë dhe syri është I vetmi televizion që pranon mos ndërhy ke vija jonë editoriale, ke hetimet tona etj me radhë. Dhe ne jemi dakord me këtë gjë se kjo na duhet. Vetëm brapa syrit është Qimpeka. E di kush është Qimpeka? Një piranjë. Qimpeka ka për trup, ore. Po. Ja, Rri Flori. rri merrni me llafe, ju kush është mbrapa këtij, kush mbrapa atij, çimi tak hul Çimi këtu. mbrapa hekurave dhe instruktorëve të palestrës. Prandaj po them mos u bëni me llafe, merrni me punë. Një piranjë që sulmon vetëm kur ndihet I kërcënuar si Flori, a lufton po aq pistët sa ai që po e sulmon? Normalisht duhen të mbarosh gjithë artillerinë e aftësive tua profesionale, artistike, mendoj, dhe në moment që loja zbret poshtë në lum, unë thjesht të them mos u merr me dikë, sepse Se u shko, unë kam dëgjuar që ti ditë ja u tregosh vendin njerëzve. Me çfarë? Të vitra kështu. Ja u tregon vendin, je kështu, je njëri që konfrontohesh, përballesh. Po përballem nuk Me është I shkolege, me njerëz kështu, je. nuk I shmangem asnjëherë këtyre gjërave, por normalisht përpiqem të gjej mënyra që artistikisht ata I vret. Po tentojnë të afrohen ama.
Her pas here. Në fillim po. Po tani? Jo, E kanë lënë jo. Po e kam pa që nuk e vle. dhe mirë bëjnë. Do doja të rria gjithë natën me Flori, po do puthemi jashtë kamerave. Jam kënaqur pa fund. Ka që ishte? Unë tha se tani ishim në mes. Kaq. Është një pyetje për jetën, pse sytë e pyete, është një horoskopi e pyeti. Po që horoskopi nuk ishte shpeshore. Po pyet në një për virgjërinë për këto seksi më të mirë në jetë edhe ta mbyllim. Do ta kaloj te studio tjetër për atë punë, te kjo studio është pak më serioze. Nuk është tek Flori, faleminderit shumë gëzuar vëlla. Edhe unë sa më falenderoj shumë, kjo është bota ime. Fantastik po. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe shumë suksese dhe bravo që Shumë faleminderit. që nuk prisni që t'ju vi diçka, po e ndërtoni. Po kështu jemi edhe ne, si ty, marrim vendimet vet. Nuk është askush pas Mos nesh. qesh more. Shko se beson asnjëri, ka futur të merren ajo. Unë ka pi barë, por për ne për qesh.